Në vitin 1957, në fillim të 20-ave të tij, ai u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale në Argjentinën e tij të lindjes, ku dhe hoqi një pjesë të mushkrive të dëmtuara nga një infekcion i rënd respirator. Me kalimin e moshës, Papa Francesku shpesh vuante nga sëmundje të rrugëve të frymëmarrjes, duke anulluar madje një vizitë të planifikuar në Emiratet e Bashkuara Arabe në nëntorin e 2023 për shkak të gripit dhe inflamacionit të mushkrive. Në prilin e 2024, Papa i ndjer Francesku meratoi një botim të përditësuar të librit liturgjik për ritet e funeralit papnor, i cili do të udhëheq meshën mortore që ende nuk është shpallur. Botimi i dytë i romanit paraqet disa elemente të reja, përfshirë mënyrën se si do trajtohet trupi i Papës pas vdekjes. Konstatimi i vdekjes bëhet në kapel, në vend që të bëhet në dhomën ku ka ndruar jetë, dhe trupi vendoset menjëherë në arkmort. Sipas kryepeshkvit, trupi i Papa Franceskut do të trajtohet me ritet e funeralit, të cilat do të jenë të thjeshta dhe do të përqendrohen në shprehjen e besimit të kishës në trupin e ngjallur të Krishtit. Riti i përditësuar, tha kryepeshkvi Ravelli, synon të theksoj edhe më shumë se funerali i Papës së Romës është ai një bariu dhe dishepulli të Krishtit dhe jo një personi më të fuqishëm të botës. Ndërkohë që kanë nisur të mbrijnë edhe ngushëllimet, mesazhet e ngushëllimit nga liderët botëror, Friedrich Merz, kancelari në ardhje i Gjermanisë, shkruan për Papa Franceskun, vdekja e Papa Franceskut më mbush me trishtim të thellë. Francesku do të mbahet mend për angazhimin e tij të palodhur ndaj më të dobëtve në shoqëri, ndaj drejtësisë dhe pajtimit. Ai udhëhoq nga përullësia dhe besimi në mëshirën e Zotit. Në këtë mënyrë, i pari amerikano-latin në selinë e shenjtë preku njerëzit në mbar botën dhe përtej kufijve fetar. Lideri i CDU-s dhe kancelari gjerman shkroi se Papa Francesku do të mbahet mend për angazhimin e tij të palodhur ndaj më të dobëtve. Ndërkohë, presidenti francez Emmanuel Macron shkruan: ngushëllimet e mia për katolikët në mbar botën. Është ky mesazhi i presidentit Emmanuel Macron. Presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, shkruan se Europa mban zi për Franceskun, Papa i popullit. Buzëqeshja e tij fitoi zemrat e miliona njerëzve në mbar botën. Papa i popullit do të mbahet mend për dashurinë e tij për jetën, shpresën e tij për paqen, dëmshurinë e tij për barazi dhe drejtësi sociale. U pret në paqe, shkruan në rrjetet sociale kryetarja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola. Papa Francesku është rikthyer në shtëpinë e Atit, kujdesi për krimin, mëshirën, vëllazërinë, ishte një pontifik i madh, një mik i Italisë. Le të lutemi për të dhe për të ardhmen e gjithë kishës katolike. Ati shenjtë na ruaj nga atje lart, këtë shkroi zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm italian Antonio Tajani në një mesazh në rrjetet sociale. Rikujtoj dhe njëherë vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri me 21 shtatorin e 2014, që ishte ndër vizitat e para europiane që realizoi Papa Francesku në fillim të papnisë së tij. Ai u takua me qytetarë të shumë, të cilët kishin mbushur sheshin qendror të Tiranës, me përfaqësues të besimeve të ndryshme fetare në Shqipëri, ndërkohë që përcolli edhe mesazhe të rëndësishme. Papa mbriti në Shqipëri 21 vite pas Papës Shenjtë, Gjon Pali i dytë, i cili vizitoi vendin tonë me 25 prillin e 93-shit. Rivendosi hierarkinë e kishës katolike të dalë nga vitet e tmeshme të përsekutimit ateisto-komunist. Papa Argjentinas trokiste në dyert e vendit në skajt e Europës për të përqafuar popullin e sprovuar, për të përforcuar në fe bashkësinë e vogël katolike, për të mbështetur dialogun ndërmjet feve dhe për të na inkurajuar gjithë popullin të ecte në udhën e demokracisë.
Sa po mbritin atë 21 shtator 2014, Papa u mahnit nga të rinj që e pritën me dashuri të jashtëzakonshme, siç pati deklaruar aso kohë Federico Lombardi, zëdhënës i vet Papës. E ndoqën kudo, nga aeroporti tek presidenca, nga sheshi Nën Tereza në Universitetin Katolik, nga kisha katedrale e Shën Palit në qendrën Betania. Së bashku me të rinjt, pamjet e njerëzve të tjerë, krerë fetar, autoritete e krerë të shoqërisë, shqiponja, martir për qafimi me dy të mbijetuarit e komunizmit, Don Ernest Simon Troshanin, tashmë kardinal, dhe motër Maria Kaleta, e pastaj fëmijët e qendrës Betania, ku murgeshat kujdesen dhe sot për nevojtarët e shumë të tjerë. Fjalat të Papa Franceskut ishin krejt të qarta që në fjalimin e parë për autoritetet në pallatin presidencial. Askush të ati shenjtë të mos e mendoj se mund të përdor Zotin si mburoj, ndërsa planifikon e kryen akte dhune. Askush të mos e përdor fen si pretekst për vepra kundër dinjitetit të njeriut dhe të drejtave të tij. E më pas, gjatë takimeve me krerë fetar në Universitetin Katolik, shtoi: të vrasësh në emër të Zotit është sakrilegj i madh. Shqipëria, përsëritit disa herë, dëshmon se bashkëtesa është e mundur. Bashkëtesë e dialog që sot u pati shpjeguar krerëve fetar kanë nevojë për dy qëndrime. Ta shohim çdo burrë e grua si vllai motor e të punojmë me përkushtim për të mirën e përbashkët, sepse sa më shumë të jemi në shërbim të tjerëve, aq më shumë jemi të lirë. E ati i shenjtë ftoi të plotësohen nevojat e të varfërve. Fjalë që u bën jehon atyre nga autoritetet të shumta.